Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave për sulmin terrorist në kanalin Iber Lepenc, i cili nga institucionet e Kosovës u vlerësua si akt terrorist dhe i orkestruar nga Serbia. Kjo akt akuzë është ngritur pas një viti ku të akuzuar janë Jovan Vicentjević, Dragisha Vicentjević dhe Igor Dimivić. Ata akuzohen për disa vepra penale, si që është rrezikimi i rendit kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike nga neni 122 lidhur me veprën penale, kryerje vepres terroriste, armbajtje pa leje dhe spionazh. Por, çka thot akt akuza? Më 29 nëntor 2024 në fshatin Varag, komuna e Zupin Potokut në pjesën e kanalit Iber Lepenc, të pandehurit së bashku me disa persona të tjerë, ende të panjohur, pas një marrëveshje paraprake kanë vendosur eksploziv në brendësi të kanalit. Vëllezërit Vicentjević akuzohen se lëndën shpërthyese e kanë aktivizuar përmes një çante të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, ku si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit të kanalit Iber Lepenc, është shkaktuar ndërprerje e furnizimit me ujë të pishëm, është rrezikuar prodhimi i energjisë elektrike dhe ndërmarrjes Iber Lepenc është shkaktuar dëm me vlerë prej 376.774 eurosh. Për ngritjen e kësaj akt akuze në komunikat thuhet se është bashkëpunuar me të gjitha institucionet vendore, ndërkombëtare si dhe me Byron Federale të Hetimeve. Shpërthimi në kanalin e Varagës të Zupin Potokut ndodhi me 29 nëntor të vitit të kaluar. Kanali Iber Lepenc furnizon me ujë nga liçeni i Ujmanit disa qytete të Kosovës dhe korporatën energjetike të Kosovës.